Shohim të njerëzit që dalin për ditë në protesta dhe ajo që mund të them nga ana ime është që zëmërimi kolektiv është legjitim. Ata që përfaqësojnë zëmërimin kolektiv nuk e di se sa legjitim janë. Domethënë shoh njerëz që paguhen për shoqata nga 10.000 euro, njerëz që në media që kanë nga 3 vila, nga Green Coast në Vlorë, në gjithë lagjet e tjera dhe që përpiqen të përfaqësojnë popullin shqiptar, e cila më kujton vetëm një gjë. Ai zëmërimi individual pik mblidhe dhe krijon atë dallgën kolektive. Është një zëmërim kolektiv që zakonisht edhe shkakton dhe këto revolucionet. Më shqetësojnë ata që bëjnë surf në këto dallë, që presin të dallë të rriten, të ngrihen, edhe përpiqen të hypin sipër e të arrijnë aty ku duan vetë. Kjo është një shqetësim qytetar që kam unë. Dhe kjo më sjell tek ajo që ne kemi probleme shumë të thella në mënyrën e organizimit të shoqërisë e cila buron nga mentaliteti. Domethënë ne kemi problem mentaliteti ynë, ndërgjegjja jonë kolektive prodhon këto lloj fenomenesh, figurash, njerëzish, jo se këta dalin dhe lindin vetë, i prodhon mentaliteti ynë. Dhe ne po ndryshojmë mentalitetin, po skrijojmë të paktën një mekanizëm që të balancoj fuqinë e politikanit dhe fuqinë e shtetarit, do kemi Edi Rama të tjerë, do kemi Meta të tjerë, do kemi politikanë negativ të tjerë, nuk ka rëndësi dhe emrat ashtu se për mua është akord. Se ke ti jeni të sigurt edhe po ta drejtë Rama dhe nuk po them këtu që ato akuzat e tyre janë të drejta apo jo, nuk po merrem me këtë fenomen fare, janë evidente. Ne kemi një shtet totalisht korruptuar, i cili ka shumë resurse, shumë para, për ta kthyer Shqipërinë në një parajs. Kemi të gjitha resurset për të pasur një pension minimal 700.000, një rrogë bazë minimale 800.000, të kemi një shërbim perfekt spitalor, jo t'i plasin shpirtin njerëzve të rrjepin duke nisë nga infermiera 2.000 lekë e lartë deri te operacioni, për te propagandës. I kemi tëra kushtet. Unë vi prapë te kjo, është problemi janë surfistat, do të kemi kujdes nga surfistat. Irritimi është legjitim. Një çift i ri sot e ka të pamundur të blejë një shtëpi me punë ndershme, nëse të futet në punë ata, e kanë pamundur të blejnë një shtëpi. Pse? Sepse metri katror, jo vetëm ndërtime, edhe në farmaceutikë është një dhe gjë. Vjen ilaçi $1, apo duhen dhënë $2 do mjeku, $2 do farmacia, kaq i do ai, të gjitha ilegjitime. Dhe ti dhe merr një ilaç $1, merr $15, dhe gjesh me metrin katror ndërtimit. Çfarë do bëj ndërtuesi kur 2 katet do t'i japi politikanit? Do ngrit çmimet. Problemi është të gjëja janë kolektive dhe po që se kjo nuk ndryshon, thjesht do shohim një reality show të radhës, ndryshim emrash, por strukturat do ngelen njëjtë. Do ndryshojnë brava, dyert, ngjyrat e mureve, po shtëpia për të njëjta. Do jemi prapë ne.